përshtypje sot për skenën e artit shqiptar? Nuk të doja të vija në këto momente. Kemi qenë shok kursit në fakultet, bashkëshorti im Vazhir Shurgjiu e kishte stotel. I tha që në fillimet e para, je për Tiranë, i tha, si je për Pogradec. Unë tha Pogradeci nuk e ndroj me asnjë gjë. Dhe jeta desh, këto e për aktivitetin, këto la dhe jetën. Megjithatë, Pogradeci duhet ta ketë për nder dhe për krenari që e pati në gjirin e vet. Teatri Estradës, teatri Kukullave, gjithë jeta artistike dhe kulturore e Pogradecit. Keni humbur një talent. Keni humbur një njeri të mirë. Unë shokun e kursit, megjithatë ai do shkoj, do takohet me ish pedagogun e tij në jetën e përtejme, sepse e kishte tamam si fëmijën e tij. Ngushëllime familjes, ngushëllime gjithë artdashëve, ngushëllime të gjithë atyre që e kanë njoft, e kanë dashur dhe kanë shiju artin e tij. Ai do të jetë gjithmonë në mendje dhe në zemrat tuaja. Ilir Shkurti ishte një nga artistët e vërtetë të qytetit të Poradecit, me një dashuri të veçantë për profesionin e vet, për artin në Poradec, ka marrë pjesë në shumë film artistik dhe kinostudios shqiptare, si një nga artist e shquar të saj, dhe në fakt me humbjen e tij, qyteti i Poradecit humbi një nga njerëzit që e deshte shumë këtë qytet, që bëri shumë për të. Arti humbi shumë me Ilir Shkurtin, edhe ne shokët dhe miqtë e tij dhe kushërinjtë e tij humbën shumë me Ilir Shkurtin. Faleminderit. Madhe, më ka ikur shoku më i ngushtë, i jetës, i artit dhe i kulturës. E kam njohur Ilirin që në fëmijë. Në një mall kemi qenë aty, kemi lojtur, bile ai ma ka futur një gjak që ti do të vish të luash estradë dhe teatr. E ndiq një vazhdimisht. Ky mirë të pjesë në këto gjithë programet e Shtëpisë Pionerit, unë e ndiqja. Derisa i tha regjizorit Tomi Mato dhe i tha, do ta marrim Vangjus Bodon, se është i apasionuar për këtë lloj arti. Dhe fillova mbyri një gjak. E kam ndier, domethënë si të thuash, shoqërinë e tij deri sot kësaj dite që ai është ndar nga jeta. Çfarë do veçonit në aspektin e roleve të tij në skenë? Unë kam pasur shumë role, domethënë, me humor të këndshëm me Ilirin. Bile dhe ai më thoshte, Vangjus, ti je i apasionuar dhe duhet të vazhdosh ta ndjekësh këtë lloj arti. Po ishin ato detajet që më pengonin dhe nuk vazhdova dot shkollën e lartë për dramaturgji. Po ky më rinte gjithmonë pranë. Vangjus, do të luash kështu, bile unë habita një aktor profesionist, të më rinte mua amator kaq pranë. Dhe më ka ardhur jashtëzakonisht keq që më është ndarë nga shoqëria, nga arti dhe kultura e këtij njeriu. Është tepër. Ishte shumë me një apasionatë të tillë për artin dhe kulturën. Po çfarë të bësh? Shëndeti është mbi të gjitha dhe na ndau sot. Si aktor të skenës shqiptare, si do ta vlerësonit ju për rolet që ka interpretuar? Ai është një aktor i shkëlqyer. Ai është një, si të thuash, mirë të pjesë në teatro, kinematografi, në estradë. Prandaj them unë që e kam shoqëruar dhe mbi të gjitha dhe ai më ka përkrahur gjithmonë. Kjo është që mund të lejë një amanet për këtë njeri, për këtë aktor, këtë artist, i cili u nda sot nga jeta. Ndarja nga jeta e Ilian Shkurtit, një humbje madhe për artin shqiptar apo jo? Po, është vërtet, Iliri arriti të bëhet një aktor jashtëzakonisht simpatik, shumë ekspresiv, me rolet e tij, ndoshta jo që zinin gjithë ekranin, personazhe kryesore, po personazhet e tij karakterizoheshin nga një humor dhe nga një karakterizim i jashtëzakonshëm. Edhe kjo ishte e mundur pasi Iliri është një pogradecar dhe pogradecit kur nuk i kanë munguar talentet e ralla.
Ai vinte nga një familje me shumë tradita, mund të përmend gjyshin e tij, i cili ka ngritur stërgjyshi i tij që ka ngritur i pari flamurin në Pogradec të pambarësisë. Dhe gjithë kjo traditë familjare, me gjitha të, si të thuash, bagazhin edhe të kompleksitetit të jetës, ai e shpërfaqi dhe gjeti mënyrën që edhe në ato rolet mesatare, si të thuash, të krijonte një jo vetëm dram, por një humor, një karakter tepër të spikatur, saqë asnjëra nuk ngjet me tjetrën. Unë jam rritur me Ilirin, domethënë që të vegjël nuk e mbaj mend që kur, domethënë njifem Zepin në një mahall, jo vetëm që jemi edhe tanët bjem, por kam edhe punuar për gjatë gjithë kohës që kemi qenë në stradën profesioniste, kemi qenë bashkë, ai ka qenë aktor, unë isha një skenograf, dhe episodet e jetës tonë janë të pafundme, domethënë, edhe për këtë më vjen jashtëzakonisht keq që ai u nda para kohë nga jeta, edhe për një gjë tjetër më vjen keq që Iliri nuk pati mundësi, nuk e di, rrethanat ishin jo të favorshme për të, për disa arsye që nuk vareshin edhe nga ai, po që lidhen edhe me natyrën e qytetit tonë, që nuk arriti dot të kishte më tepër hapësirë për të dhënë gjitha të bagazh, gjitha të fuqi artistike që ai kishte. Mund të them që edhe kur ka qenë student, ka qenë një student i Vangjush Forgjiut dhe ka admiruar atë. Madje ka qenë edhe miku i tij. Edhe shpesh fliste për të gjithmonë. E kishte si model, të themi, po jo vetëm një model kështu në pamjen e aktorit, por edhe si njeri, domethënë. Ishte shumë të lidhur edhe Iliri kishte edhe një gjë tjetër që ai ishte një personazh i jashtëzakonshëm në vetvete, si njeri. Nëse keni parasysh Kutelin, një nga personazhet e Kutelit ishte padyshim edhe Iliri, në kuptimin që Poradeci nuk i ka lënë pas personazhet e tij, po ata janë ende midis nesh. Edhe ne jemi personazhet Kutelit. Mënyra se si ai tregonte ngjarje, episodet jetës së zakonshme midis gëzimeve të shokëve, ishte si të thuash qendra e kuvërtite i gjithçka. Më vjen shumë keq edhe për këtë humbje të artit shqiptar që Poradeci ja dhurovi skenës shqiptare, por edhe teatrit shqiptar. Ne kemi humbur shokun ton si njerëz edhe si pogradecar.
Sot Pogradeci humbi djalin e tij, Ilir Shkurtin, aktorin, qytetarin, bashkëshortin dhe familjarin e shkëlqyer. Ilir Shkurtin e njohin të gjithë, se vetë pseudonimi i tij që thrisnin Ilir Kaposhka është pjesë e teatrit të kukullave, që i vogël ai mori pjesë në teatrin e kukullave dhe vazhdoi derisa u shkëput nga jeta e tij artistike. Ka mjaft personazhe, ka mjaft emocione për fëmijët e Pogradecit. Më tej rrugëtimi i tij vazhdoi në teatrin e Pogradecit, estradën, por dhe në filmat e tij. Mund të them që ishte një njerëz shkëlqyer, me një humor të cilën të gjithë do ta mbajnë mend humorin e tij, por për më tepër rrithej nga një familje me tradita të larta patriotike. Gjyshi i tij, Koci Shkurti, ishte një patriot i denjë Pogradecit, rrithej nga një familje të cilët kishin qytetarin dhe edukatën, por dhe thjeshtësinë bazë. Ilir ishte modest, por me artin e tij do të kujtohet gjithmonë. I pa haruar kujtimi i tij.